Rreth 2 milion trupa ushtarak nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga vendet aleate të NATO-s, përfshirë edhe Forcën e Sigurisë së Kosovës, janë dislokuar në Ballkan në kuadër të fazës së dytë stërvitore ndërkombëtare, Defender 25, e udhëhequr nga ushtria amerikane. Kjo stërvitje, e njohur me emrin Immediate Response 25, po zhvillohet nga data 26 deri më 9 qershor dhe përfshin 8 vende të ndryshme të Europës juglindore, përfshirë Kosovën. Qëllimi i saj kryesor është testimi i aftësive së aleatëve për të reaguar shpejt dhe në mënyrë efektive ndaj kërcënimeve të mundshme në krahun lindor të NATO-s, si dhe forcimi i kapaciteteve të mbrojtjes kolektive dhe bashkëpunimit ndërkombëtar. Kurse ministri i mbrojtjes Ejup Maqedonci së bashku me komandantin e Forcës së Sigurisë së Kosovës, General Bashkim Jasharin, kanë vizituar trupat e angazhuar në ushtrimin fushor Defender Europe 25. Gjatë kësaj vizite prezantuan pjesëmarrësit për përkushtimet e tyre gjatë planifikimit dhe përgatitjeve të këtij ushtrimi. Gjithashtu theksuan rëndësinë e pjesëmarrjes së FSK-s në një ushtrim të këtij niveli si në Koqir, si dhe avancimin e njësive të FSK-s, që do të operojë në një mjedis shumëkombësh operacional me fokusin në realizimin e detyrave kryesore dhe ngritjen e ndërveprueshmërisë me aleatët dhe partnerët. Ish-komandanti UÇK-s Rustem Mustafa ka thënë se Kosova si një koqire e komandës amerikane në Defender 25 është një moment historik. Sipas tij, kjo dëshmon për rolin serioz të saj në arkitekturën e sigurisë euroatlantike, të siguruar mbi sakrificën e popullit dhe luftën çlirimtare për liri dhe partneritet me SBA-n dhe NATO-n. Së pari është e rëndësishme të them se kjo është një ngjarje historike për Kosovën. Të jesh një koqir i komandës amerikane në një nga operacionet më të mëdha ushtarake të SBA-s në Europë është jo vetëm der, por një dëshmi korrekte se Kosova është bërë pjesë serioze e arkitekturës së sigurisë rajonale dhe euroatlantike. Në fund, Mustafa thotë se pjesëmarrja dhe mikpritja e Kosovës në stërvitjen Defender 25 tregon pjekuri shtetërore dhe besim që aleatët kanë ndaj saj. Kjo, sipas tij, është dëshmi e rolit të saj si faktor stabiliteti dhe garantues i paqes në rajon, në partneritet të ngushtë me SBA-n dhe NATO-n. Edhe ish-komandanti UÇK Safi Roxha thekson se pritja nga Kosova e komandës amerikane në Defender Europe 25 ka një rëndësi të madhe strategjike. Ai thotë se kjo tregon besimin e SBA-s ndaj Kosovës si partnere e besueshme dhe e qëndrueshme në rajon, rrit profilin e saj ndërkombëtar, përmirëson kapacitetet e FSK-s dhe afron Kosovën me NATO-n, duke forcuar pozicionin e saj në arkitekturën e sigurisë euroatlantike. Sipas Roxhës, ushtrimi rrit sigurinë rajonale, forcon bashkëpunimin me shtetet qinje dhe ndihmon në paralajmërimin e ndikimeve destabilizuese nga Serbia dhe Rusia, duke e pozicionuar Kosovën qartë në boshtin perëndimor të sigurisë. Po ashtu, ai thotë se Kosova si në koqire e komandës amerikane në Defender Europe 25 fiton jo vetëm në prestigj dhe në imazh ndërkombëtar, por dhe në fuqizimin ushtarak.